Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani gështenja të pjekura çdo ditë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Gështenjat janë ndër më të mirat e sezonit, të pjekura apo të zjera, aroma e tyre është e parezistueshme, posaçërisht në këtë ditë vjeshte. Për të mësuar më shumë mbi vlerat e gështenjave dhe se çfarë ndodh organizmit tuaj nëse konsumoni gështenja, ju ftojmë të dëgjoni këtë video. Një grusht gështenjash në ditë sjell shumë të mira dhe vlera për shëndetin pasi ato janë të pasura me vitamina dhe minerale. Gështenjat janë një burim i pasur i vitaminës C, kalciumit dhe fosforit. Ato janë ideale kur ndiheni të lodhur dhe të plogësht. Gështenjat kanë më pak yndyrë në krahasim me arrorët e tjerë me lëvore të fortë, gjithashtu edhe më pak nisështe që i bëjnë të tretshme. Konsumimi i gështenjave është fantastik për persona të cilët ndihen të lodhur dhe pa vullnet, po ashtu gështenjat duhet që të konsumohen nga ata të cilët dëshirojnë ta forcojnë muskulaturën, nga personat anemik, si edhe nga sportistët. Gështenja e pjekur ka vlerë më të madhe energjike, sasi më të mëdha të proteinave, yndyrave, vitaminave E dhe 2 herë më shumë sasi të karbohidrateve. Gështenjat shqiptare në pjesën më të madhe gjenden në anë të maleve dhe kodrave, në malsi dhe në tropoj, po ashtu edhe në zona të tjera ku kultivohet në sasi më të vogla. Në 100 gram gështenja do të gjeni 67 mg vitamin B, 27 mg kalcium, 2,38 mg hekur, 175 mg fosfor, 6,4 mg proteina dhe 327 mg kalori. Nga ana tjetër, gështenjat kanë vlera të mëdha energjike, sasi të mirë të proteinave dhe gjithashtu gështenjat mbeten një ndër produktet më të shëndetshme që ju mund të konsumoni pikërisht në këtë stinë. Sipas mjekëve, gështenjat duhen të ruhen në mënyrën e duhur, në mënyrë që vlerat e tyre të mbeten të paprekura dhe të mos prishen shpejt. Jemi në periudhën e gështenjave të shijshme dhe plot me vlera, por çfarë i bën ato më të veçanta nuk është vetëm shija, por edhe periudha e shkurtër në të cilën mund t'i shijojmë. Kur në treg dalin gështenjat, mund të themi se janë ndër produktet më të shitura, por siç e tham, periudha që mund të konsumohen pa u prishur është e shkurtër. Në këtë video do t'ju tregojmë disa mënyra të shpejta se si ju mund t'i ruani gështenjat në disa muaj ose një vit, edhe nëse i keni gatuar deri në një javë. Nëse keni mbledhur apo bler gështenja të freskëta dhe të paqëruara, mund t'i ruani ato në një enë të pastër dhe të thatë për një javë. Lëreni në temperaturë dhome dhe mund t'i përgatisni kur të dëshironi brenda kësaj periudhe pa u prishur deri në 3 apo 4 javë. Mënyra e dytë mund të përdoret edhe nëse doni t'i ruani gështenjat tuaja për disa javë ose për afërsisht një muaj. Merrni gështenjat e paqëruara dhe futeni në një qese plastike të mbyllur mirë. Tek qesja shponi disa vrima të vogla në mënyrë që të qarkullojë ajri dhe futeni ato në frigorifer. Vendoseni po aty kur ruani frutat apo perimet e tjera dhe mund t'i konsumoni pa u shqetësuar për 3 deri në 4 javët e ardhshme. Për disa muaj, nëse i keni zgjerë, pjekur apo qëruar gështenjat tuaja, ato me siguri nuk do të zgjasin më shumë se disa ditë. Por për t'i ruajtur për një kohë të gjatë ju duhet të përdorni ngrirjen. Pasi t'i mbështjellni gështenjat tuaja me një letër alumini ose qese nga ato që përdorni për të futur në ngrirje, vendoseni në pjesët e ngrirjes së frigoriferit. Në këtë mënyrë gështenjat tuaja do të mbeten gati për të konsumuar apo për të përdorur në receta për disa muaj radhazi. Gjithashtu, gështenjat mbeten një ndër mënyrat më të mira për të konsumuar një vakt të lehtë mbasditeje, por njëkohësisht
edhe për të përfituar disa përfitime shëndetësore. Gështenjat përmbajnë shumë vitaminë C. Fruti i gështenjës përmban më shumë vitaminë C se sa limoni, por vetëm nëse hahen të papërpunuara. Vitamina C është e nxehtë dhe nxehtësia ka tendencën për ta shpërndarë atë. Gështenjat janë edhe aleate të lëkurës. Të pasura me vitaminën A dhe C, ato favorizojnë prodhimin e kolagjenit, i cili është i domosdoshëm për të ruajtur kështu elasticitetin e indeve, dhe kolagjeni është një proteinë të cilën trupi juaj e prodhon natyralisht. Mirë po në fakt gjithmonë duhet të mbani mend se ajo është e rëndësishme për ruajtjen e shëndetit tuaj dhe nga ana tjetër gjallërisë së lëkurës. Gështenjat me sa duket e mbajnë zemrën tuaj në një formë të shëndetshme. Fal kaliumit ato janë një burim mjaft i mirë, duke i kthyer ato në aleate të zemrës dhe sigurisht duke e mbrojtur shëndetin tuaj dhe ndihmojnë në mbajtjen e hipertensionit të shëndetshëm dhe të sistemit kardiovaskular më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Përveç kësaj, fal pranisë së vitaminës C, ato kundërshtojnë mbajtjen e ujit duke promovuar qarkullimin e duhur në trup. Dhe nga ana tjetër janë gluten free, që do të thotë pa gluten. Mund të konsumohen edhe nga persona të cilët vuajnë nga sëmundja e celiakisë, e cila është një sëmundje që shkaktohet nga gëlltitja e glutenit, që është një kompleks i proteinave të patretshme në ujë, të cilat ndodhen në grur dhe karakterizohet nga një numër i madh manifestimesh klinike. Së gjashti janë kundër plakjes. Gështenjat janë të pasura me antioksidant dhe prandaj arrin të kontribojnë në luftën kundër stresit oksidativ dhe plakjes. Së shtati, sepse ulin nivelin e kolesterolit. Konkretisht, prania e acideve të mira yndyrore, yndyra të ngopura dhe të vitaminës C, lejojnë rregullimin e nivelit të kolesterolit në gjak, forcojnë dhe mbrojnë imunitetin. Gështenja përmban antioksidant, polifenol dhe substanca të tjera të cilat kanë veprime antiinflamatore. Janë aleate të shëndetit të aparatit tretës. Prania e lartë e fibrave i bën gështenjat probiotik të vërtet, të aftë për të mbështetur zhvillimin e florës bakteriale dhe funksionimin sa më të mirë të aparatit tretës, veçanërisht të zorrëve. Dhe së fundmi nuk mund të lëm pa përmendur faktin se gështenjat janë aleate të mira kundër lodhjes. Përmbajtja e lartë e kriprave minerale dhe indeksi i lartë glicemik i këtij fruti vjeshte ndihmon në rimineralizimin dhe rikthimin e rezervave të glikogjenëve të muskujve pas aktivitetit fizik. Përmbajtja e lartë dhe e mirë e nisë shtesë praktikisht karbohidrateve komplekse e bën gështenjën një vakt ideal për ata të cilët ushtrojnë sport të rezistencës pasi e liron energjinë ngadalë. Gjithashtu, fruti i gështenjës kontribon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq në gjak dhe gjithashtu ajo e mban zemrën tonë më të shëndetshme dhe më të fortë. Disa e pëlqejnë të pjekur dhe disa të tjerë mendojnë se është më mirë pa pjekur, por kjo mbetet në preferencat tuaja. Mirë po ju duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, por para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.